Pra, me gatimet mbaruam, si gjithmonë, kur ndodh që kemi gatime, do lajmë enë, do pastrojmë mangët, përveshim, purën, gjithashtu kemi treguar që ta pastrojmë, pianurën kemi treguar gjithashtu, kemi larë lugët e drujt, kemi treguar gjithmonë me këto pastrimet natyrale, pa aromat forta dhe kimikate, po që t'jemi sa më afër procesit të gjysheve edhe në pastrim. A keni vënë re, kur shtojmë mujë se kemi menin se o dumë shikojmë televizor, o dumë, psi kur derdet e harojmë kapakun, derdet. Po faktikisht salca dhe këto, pa tjetër se ne nuk punë me furnella, që të kemi problem në pastrimin e enve. Pra jo salcat dalin më tuti, dhe qa më duhet? Më duhet soda, pilaci enve, dhe kolinozi, ose e bëjmë pastë gjitha në një vënd, ose në të kundërt. Gjitha që në ngelen nga pasta e dhëmve që janë kështu si nga fundi, mblidhini dhe formoni një pastë të madhe për t'i pastruar si përfaqet. Jo po merrni një tas, jo po bëjeni kështu, jo po bëjeni ashtu, të gjitha në një vënd. E mirat mirave është shtojni pakës ujë, pak fare ujë. Nëse ju keni sërish për të bërë një punë, për shembull, doni të bëni punë, doni të pini kafen, mund t'i vendosni letrën, që ta përthith. Të qëndroj pak minuta. Por, unë dua t'jem në atë të dikushmen. Në da shojmë dhe në fund rezultatin? Që forcë duhet se nuk pështrojmë krem në ftyrë. Pastaj aty është punuar mirë me prekosh. Janë zirë lloj gatimesh. Unë kam besim që do ndriçoj, do shkëlqej, nuk do prishet as i përfaqja se kjo përzierja mund të përdorë edhe për nga brenda tenxheres. Ideja është të mos përdorim këto aromat e forta, kimikatet, por sa më shumë përbërës natyral, edhe tek pastrimi, kur ka mundësi pse jo, dikur gjyshet i lanin me balt. Tenxheret i fërkonin me rër. Rër? Ja. Shkona e shpëla pak dhe na e silë si do shkëlqeni. Shpëla edhe e silë të shpëlar, dhe presim pak sekonda. Ta pastroj. Pra dhe njerë për zjerja, që do t'i bëj dzidz, do t'i shkëlqej, do t'i api shkëlqimi natyral, si të kanë qënë të reja, enve tona, me sod buke, me ilaç enë, detergjentin që për ju përdorni, dhe pastë dhëmbësh i përzjeni të tre, i vendosni tek fundi tenxheres, aty ku ka më shumë nevojë për t'u fërkuar, me një tel enësh, i fërkoni dhe i keni gati. Pastaj mund të gatuani pasta, gatime nga më të ndryshmet, salca, meqense kjo tenxheja faktikisht ku kemi përgatitur një salcë na është ndotur në këtë formë. Si kemi rezultate, si mezi po e presim ta shohim. Ja. Me xixha. Shifeni rezultatin. Nuk e di se kemi pamjen e parë të tenxheres, por shifeni shkëlqimin dhe pastërtin që do të marri nga kjo. Tiganët, tenxheret, pastrojni dhe ja rezultatin. Bravo. Të lumshin duart, shihemi të hënën bashk në kuzhinë. 3 receta do të jenë në kanalin ton në YouTube. Reze Dielli vazhdon të zjej gjithmonë. Diçka vlon në vorb, po në një vorb të qelçt. Vazhdon ai procesi të ca minuta derisa ta i postë. Është tenxhere për princeshat. Pa të princeshën e fjetur që vjen princ. Ja, kështu është edhe gatimi. Këto tenxheret janë kështu si puna e princeshës. Po gatuan princeshën. Po hajde pra, po hajde pra. Mirë o princeshë, mirë. Të lumshin duar, ju pres pas pak.